pranisht. E nderuara familja e nderuar e luftëtarit I ris, të veteranit të pathyeshmit në luftën kundër okupatorit gjakatarësor. Falenderoj familjen edhe një herë, familjen e Ibrahim Sylet, I cili edhe vet ishte I përkushtuar për luftën lirimtare që e bëri ushtria e largishme lirimtare të Kosovës. Sot është 4 vjetori I shkuarjes në mshenjë I veteranit, I luftëtarit, patriotit, Nazif Ibrahim Sylet, të cilën kjo familje lindi dhe e përgatiti për luftë, për liri, kundër një armiku flig, I cili s'kishte kurfar traditë, as njerëzore, as kurfare, vetëm shkonte e bënte masakra. Edhe në luftën tonë, lirin tonë, armiku bëri shumë masakra. Po, shtria lirimtare e Kosovës ishte ajo e cila I nejti përballë dhe arriti që ta fitoj betejën. Me ndihmën e veteranëve. Me ndihmën e Ronte e prente vetëm një moshuar. E të tjerë po mundshëm të son lëvizje. Kurse luftë dinte me bon se populli sërb s'ka histori të vetën që shë ka populli ju prej Iliris, Arberis edhe Shqiptaris. Une në këtë moment do të thëmë disa fjallë prapë për dëshmorin luftëtarin e pathyeshëm Iliris Nazif Ibrahim Sylet, I cili jo rasisht ka lindur me datën 28 nëntor 1963, jo rasisht. Dhe shkollën fillore ka fiktur mesme në nasë dhe ka qenë shumë I interesuar në fillimet e fare që I kemi bërë, që shë dini, e kemi pas një tip të 15 vjeta, 20 pa orë. Lufta, ashtu është bajq rruj që kemi më një pjesë, jam këtu që kam një pjesë. E këtu në këtë rast po na mungojnë edhe një pjesë. Në po I përmeni dy, Basim Beq edhe Basim Beq, të cilën moshën e tyne në kam një pjesë. Nozi, kysh atëherë, ishte në pjesën e rrujës, edhe në kontributin e vetë për filluar luftë. Me 2 kërrik, u bo përgatitja përmes pikës parë këtu që ishte në heqin e Venika Saratit, dhe u përgatitën që të shkoj një grupë për Shqipëri. Me 2 kërrik, pas nejtjes atje dhe pas përgatitjes, filluan të kthehen. Me 2 korrik u nisën, 17 korrik filluan të kthehen. Dhe në kufi e ranë në prita. Aty, Nozi mori kërë. E shokët u deshtë të vinë këtu, e Nozi për 4 ditë u hyje të shëruar ku tjetër pas të mama Shqipëri. Dhe pas 4 ditësh, me që fa të kthehet paushe. Se e kishte studiosni dhe kishte rëndë që sa më partë vjen të shumë, vjen të populli dhe përballet me armikun e ligë gjakatarës. Unë, edhe një herë, kisha me u falenderuar dhe me u për këtë grepa, për këtë botë që vini dhe bënin nderim një veteranit, një luftar, një vllautor, një ushtar I Shtrisë Dishmësinë të Kosovës, I cili ka sakrifiku edhe jetën e vetë dhe ka derë dhe pjesë gjakut për lirinë I cilën e Kosovës. Unë, fillimisht, do
dashurit, veteranit, të luftëtarit i Nazim Ibrahim Sylaj, të gjithë shokëve të tij dhe të gjithë atyre që derdhin shokun për lirinë tonë që e gëzojmë sot. Edhe këtë ndërim e bëjmë lirshëm për veteranin, luftëtarin, shokun tonë, vëllain tonë, Nazim Ibrahim Sylaj. Uftoj për 1 minutë ndërim. Lavdi qoftë. Fillimisht, nëse i keni kurora, edhe të shironi të vendosni kurora, Bajram, Armend, qësh është zemja? Atje janë. Mund vendosen, ose e lëm pas asaj që ndoshta dikush dëshiron ta merr fjalën. Përshëndetse ose revokim të timeve. A fillojnë me vendosin e kuronave? Urnoni. Fillojnë me vendosin e kuronave. Në rregull jam. Ja, unë që falenderoj të tjerë. Bajrami. Për zemrat të shemën familje. Edhe njëherë ju për ula kështu tonë dhe të handeshëm për respekt. Me ndërqoshe.